me kolegun Arlind Grantolli. Arlind, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Çfarë kemi të reja në emisionin sportiv as? Si zakonisht nga ora 21 fillon transmetimi i emisionit qendror të sportit në Radio Televizionin e Kosovës dhe sonte fokusi kryesor do të jetë një kronik përmbledhëse e gjithë asaj se çka ka ndodhur në kuvendin e 49 të UEFA-s, që është mbajtur me 3 prill në Beograd të Serbisë, ku Kosova nuk është se nuk pati telashe. Fillimisht është thënë se Kosova ka qenë e paraparë të merr pjesë dhe ka marrë pjesë në fakt me të gjitha simbolet shtetërore, megjithatë një natë pas një fotoje dhe disa xhirimeve që kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës Agim Ademi kishte bërë me flamurin e Kosovës, filluan problemet dhe telashet, me çka thuhet se sipas shtypit në Serbi që në Kongres Kosova është paraqitur pa simbole shtetërore, vetëm me logon e Federatës së Futbollit të Kosovës, gjë të cilën e demanton kategorikisht Federata e Futbollit të Kosovës, por që kësaj deklarate të Federatës së Futbollit të Kosovës nuk i është bindur Ministria e Sportit e Kosovës, por edhe Komiteti Olimpik që kanë kërkuar në fakt sqarime shtesë nga UEFA se pse nëse Kosova nuk është paraqitur me simbole shtetërore, pse ndodh diskriminimi ndaj një shteti dhe një federate që është e pranuar me të drejta të plota dhe të njëjta sikurse 54 anëtarët e tjerë të UEFA-s. Një kronikë e kolegës Alba Merovci sjell detajet kryesore nga kjo ngjarje, derisa në fokus do të jetë edhe kampi ndërkombëtar i judos që është mbajtur në Pej, me rast disa nga ish kampionët olimpik botror e evropian kanë ateruar në Kosovë për kampin ndërkombëtar që mbahet në kuadër të programit Kosova Shteti Judos, e ku krahas judistëve tanë kanë pasur rastin të vinë dhe të ushtrojnë së bashku për një javë rresht judistët që dikur kanë shkruar historinë dhe po vazhdojnë ta shkruajnë historinë e këtij sporti. Normalisht nuk do të mungojnë edhe informacione të tjera, pasi do të sjellim një reportazh nga Gjakova për suksesin dhe triumfin e klubit të basketbollit Vllaznimi, por edhe të klubit të voleybollit Vllaznimi në konkurrencën e femrave që është rikthyer në elitë, si dhe nga qyteti Ferizajit, pasi që 2 skuadrat e këtij qyteti, si Kastrioti në fakt në konkurrencën e meshkujve, po ashtu edhe ajo në të vajzave, kanë fituar Kupën e Kosovës në volejboll. Të gjitha këto do t'i sjellim ekskluzivisht për shikuesit tanë nga ora 21 në RTK. Falenderoj për këto informacione. Faleminderit Zimi.